Të gjitha këto njësitë që i përmena kanë qenë pjesëmarrës në betejën e Rahovecit. Ka pas edhe djem Pedu Gaxhinit, ka pas djem Pedrenice, vullnetarë të cilët kanë ardhur, se për herë të parë, domethënë ushtria qendrore e Kosovës e bën një sulm në një qytet dhe ja e merr një qytet. Domethënë ajo ka qenë fitoria e parë që hyn me një qytet ushtria qendrore e Kosovës edhe e merr qytetin. Mirë, po sa kanë pas mundësi na me majt qytetin, ajo ka qenë një pikpyetje e madhe, për arsye se edhe ashtu ka ndodhur, domethënë për arsye se i përmena më herët armatimi e shumë faktorë tjerë kanë qenë që na kanë pamundësu ti me majt, po bëll ka qenë që e kena morë dhe për 3 ditë, domethënë, ka frymu i lirë Rahoveci, po njëkohësisht ka qenë edhe sfidë për Ushtrinë Qendrore të Kosovës, se qytetarët të cilët kanë qenë në Rahovec kanë qenë numër shumë, domethënë të gjithë qytetarët kanë qenë mbrana. Edhe tash sulmi nga të gjitha pjesët, nga Zardza, nga pjesa e Prizrenit, nga pjesa e Gjakovës, e këtyra fshatra fnena të komunës së Rahovecit, është bën për tana anëve, domethënë full patkujt. Rahoveci është sulmuar nga forcat serbe në formë të patkujt. Edhe ne kemi qenë mbrana. Njëherë kanë granatu, vazhdimisht, si zakonisht, me orë të tëra, pastaj janë ardhur me tenka, edhe mjetet e tjera të blinduara me qindra, se dikush thet që në Rahovec kanë qenë 3 tenka, kjo është absurditeti i vet i asaj kohe, se me pas qenë 3 tenka ata s'ishin hiç në Rahovec, po kanë qenë me qindra tenka e mjetet e tjera të blinduara që i kanë apo na vet. Njësitë jonë nivel shtabit përgjithshëm me në krye me komandant Agim Qeli, në atë kohë ka qenë në Paterk. Vend qëndrimi, domethënë, se ka qenë edhe njësi në formim, qëllimi i kësaj njësie ka qenë trajnimi i gjithë ushtarëve në aspektin profesional, edhe domethënë me zhvillu trajnerë në të ardhmen që me stërvit ushtarë të ri, vetë logjistika e Ushtrisë Qendrore të Kosovës, domethënë ka qenë një projekt shumë i madh, mirë, po fatkeqësisht ka qenë luftë dhe Agim Qela, unë e di që e kam rrinë qëllimin, vizionin edhe qëllimin e asaj që e thash, me formu trajner e me nxjerr njësi elite në kodër të brigadave dhe të njësitë të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, për arsye se tonë ata djemë të cilët kanë qenë në këtë njësi, nivel shtabit përgjithshëm, shumica prej tyre sot janë dëshmorë. Jem shumë pak në numër që kanë me të gjallë, domethënë jem gjallë. Ajo tregon që ata djemë kanë qenë të përgatitur edhe me vdek çdo moment për vendin e tyre, për tokën e tyre. Me vdek për tokën tënde është e shajtë. Se Fehmilla Drufci i madhi thet, unë kam marrë me luftu për këtë tokë. Domethënë, unë mas lufte e kom po, edhe e kom vërtetu që me të vërtet për tokë do të me vdek e për atë dhej sartë është nevoja. Edhe unë i kom 58 vjetë, pjo thëmë drejten, nesër me kërësit luftë, a i shala zbat kur luftë, mos ai që ka qef më bo luftë, më thash edhe ma herët, a i nuk është mirë me mendje, po mi ik luftës kur, se e kem obligim për këtë tokë. Edhe aja thonë mu ka ngulit në kokë edhe më të vërtet ata djemë, e këta heroj që i përmena, e shumë heroj tjerë në Kosovë që janë mbi 2000 e sa janë, kanë ra për këtë tokë. Edhe dhe të binë edhe me qindra tjerë, nëse ka nevoja, unë sot besoj që mobilizimi do t'jetë nëse ka nevoj për vend tonin, edhe pse karakteri edhe forma e luftrave komplet ka ndryshu me kohën. Që ata që keni qenë të ke fundit, keni me qenë gjithmonë? Që ata kemi qenë deri sot ta kemi frymën e fundit. Në betejën e Rahovecit nga shumë bashkëluftarët juaj edhe në prej atyre që kanë rrëfyer në emisionin tonë, kanë thënë që një sfidë e juaja ka qenë edhe përdorimi i forcave serbe të qytetarëve si lloj buroje ndaj jush. Po. Shumë prej tyre tregojnë që kanë qenë qytetarë civil të lidhur edhe prej banderit, edhe prej shtyllave. Po. Unë
për betejën e Rahovecit, po të tregoj na shku në mbrëmje na ka ardhur urdhni me shku në mbrëmje dikon me 18-in, me 18 korrekt, na veç kena mri në Rahovec në mbrëmje dhe mi stacionu me një servis, autoservis. Agimi tha ju jetimat e mi, se ka pas këtë shprehje, na ka thonë jetimat e mi, neve djeme, qika, këna pas edhe bashkëluftëtore, qëndrani këtu. Edhe në momentin që këna hy në Rahovec me 18-in mbrëmje, kemi qëndru të në mëngjes. Në ora 5 mëngjes na këna pas rregull ushtarak profesional. Në ko gati. I na konë resht me pranu detyrat e reja pej komandantit. Lind të kësuat që Zavenc, komandant, i asoj njësije më ka unë. I caktum për i vetë komandantit, Agim Qela. Edhe më ka vequ, tha, merni, ka i fletë bardë, më thonë, në ka dhonë, kështu në këtë format A4, edhe kemikat, udhëhec i njësitit ti. Udhëhec i njësitit ti në ka dhonë në njësite, edhe kemi pos mi plotësu legjendat në pikat e vëzhgimit. Na ko kryesisht njësi diverzant të vëzhguse e trajnume me mujtë tarë për para, dhe me thonë, mas formimit e këthej. Edhe ja kemi mri qëllimit, dhe me thonë, jemi aftësu mas pari fizikisht, po dhe në aspektin profesional. I kemi zgjeru aftësit, se unë kom pos ushtrinë e kryme, po shumë djemë tjerë nuk kanë pos absolut njohuri për luftën dhe për betejat se si zhvilluan në aspektet e luftarake. Kemi shku, unë, Habibi edhe një vojzë me neve ka qenë, me i reme, nuk e di mbi emrin, po s'pun kujtuhet, Shiaku. Ka qenë me neve, po Habib Zuke dëshmori, edhe kemi, qëllimi jonë, kemi hynë në Rahovec kë pjesa e stacionit policor. Kemi shku, jemi afro-ofër, dhe më thonë, mënyrë fshehurazi, kemi mri, e kena arrit qëllimin tonë me shku të pika ku e kena pos detyrë. Fillimisht ka qenë kjo detyra, me mri gjallë. Edhe ato e kena bo, mirë profesionale. Kemi mri, folë përgatitjes tonë fizike. Kur kemi shku aty, e kemi kalu një muri, edhe na hyu në Habibi mrena, atë vozën nga la poshtë, edhe kena thonë, nëse shed një levizje nga mrapa, me shaj, dhe më thonë, bëna me shaj, që mu të rjek. Na a bërë mrena e na hi, që është e pas pjegushme. Edhe pa imaginushme dhe për armikon, që mund me shku që atë dhe që atë pikë. Asa ta kur se kanë prit. Edhe kanë numru të gjitha mjetet e blindune në mrena që kanë qenë krejt potenciali ushtarak e policor që ka qenë në stacion i kanë shkru në legjendë, dhe me thonë letra, i kanë qitë në fund legjende, edhe në tërhik. Ka e në ardhë të poshtë, se njerës të thujnë që Hashim Thoqe e Kadri Veseli kanë qenë në Rogner, atje kanë najtë e shumë komandantë atjerë, po unë e kumë po vetë Hashim Thoqe në Kadri Veselin të stacioni i autobusave në Rahovec kanë qenë në rafsh, dhe me thonë në buzlumit, edhe Gjavit në Rokja, kom me tha. Tarmatosën. Tarmatosur në luft. Luft e pakrahasushme ako, se granatime ka posë vazhdimisht. Edhe kur këna dëpërtu na, ka qenë krisma, granatime, raketa, kolljet, shpive, flok ka shku në Rahovec. Gjatë dëpërtimit tunë. Po, një tre që tatë. Po. Dhe kër na këthy, dhe me thonë, i këna po, ata dy edhe, e këmë po, a orë tenka, ka pjesa e dzarzës në asfalt. Edhe i ka thonë, ktheu, sërbisht, ktheu në unën e djathë. Edhe ka gju, beso, unë nuk e këmë ditë, unë masa ne e këmë marrë vesh që kanë qenë Hashimi, Kadria dhe në atë pjesë. Se ushtarë, po se këmë ditë që nga ata. Tani ma vëne këna marrë vesh, mas jenë e tërhjek nga këna marrë vesh. Edhe na thamë, as ku fu mas mund mi po, mos e s'ka shonës. Mirë po ata kanë ro për fatin, e kanë po tengen dhe kanë ro në lëmë. Edhe aty është kallë flak, kur e ka predha, kur e ka godit, mirë po ata kanë ro në lëmë dhe kanë pështu.
Gjatë rrugtimit tonë, kur e kena kalu stacionin e autobusave, jena fut në lagjen e përteme mirë rrugë, një farë pjesë si Kodër, kena po të merrin që pëthu ti, edhe kena po me të vërtet përmenet një gru që nështë as po është shumë, më ka metë në kryja ja, pomje, e shumë tjera, e gjveshur, këto më kanë ditë me bon veç, pa ku mi thonë kriminal, po kanibalt serb, të cilët e këshin gjvesh, e këshin lidhë për banderi, edhe shumë ushtarë të undë, kanë vdeka ditë të shku me shpetu. Snajperista, dhe me thonë, një kohë e kanë pritë. Edhe na këna desht me shku, une me Habibin këna desht me shku me zgjidh mirë, por në momentin që këna leviz, do me thonë, fati jonë që jem gjallë sëd, në kanë gju. Edhe pa dole, ande të rrugat e vija me shku të bandere, plung me, edhe këmë tha Habib, është prit. Kurth është, këthev. Po qysh, tash me vrati një mos me lo me vujt, se aja thë kjo, në thirë ke, vronëm, se ndjeni pa përshkrushme. Jemi detyru më tërhik, edhe nuk e di për fatin e saj, për ma vënë unë e ku marrë vesh që aja ka pështu, edhe është gjallë edhe sët. Edhe e shumë nona tjera, që janë me mijat e dhunumet, persekutune, pe forcave serbe. Lufta, me një fjallë, po thëmë që lufta nuk ka kur gjatë mirë përveç finalen, liri, e cila, kur ta mërsh me edhe e rikëthen, dhe me thonë, sakrifica nuk do të mu përmen, edhe flijimi, se ja vlenë. Masanej, kemë shku të në qandër në altë, atje ku e kena pos pik takimin, edhe e kemi dërgu agimit, edhe na njoftoj që kena marrë komandën, komplet njësia e jone ka marrë komandën bëj shtabit përgjithshëm për luftën e Rahovecit. Dhe më thonë agimi ka qenë komandant i betejës e Rahovecit. Edhe a ardhë Sadik Shala, se pim shëjnë vijat shkurta, dhe rrefehem ma mirë, ma shkurë, se është shumë gjatë, është me hi në rrefehem është shumë gjatë, po munduhem që me konë sa ma i shkurta dhe ma konkret. A orë Sadiki edhe nga ka pru pite me rathi, thëjmë na Lapusha, se di zona tjera që thëjnë, edhe nga ka thonë, hani, shkojnë në zëjtë. Me Limon Gegen edhe me disa bashkëluftetarë tjerë, njësitit Qeliku. Edhe në taku, jëmë shku, i këmë thonë, komandant thash, a orë Sadiki me dë shuk, shka me bo, se në tash dëshëm me shku në pjesën hyrë se të dzërza me bloku. Me bloku mas mi lamu forcat serbe me dëpërtur. Tash është fjolla për 19 karrik. Jëmë të furë për betejen e fundit, kur jenë vra shumë bashkëluftetarë dhe u që kjo është tërhik. Tha, aj nuk është njësi tërë, Sadikin e njeke aj, se kishë najtë në bjeshk, në kleq, agimi kur ka ardhë në mars, me 23 mars më duket ka në ardhë ata për Shqiprije, me shumë oficer tjerë dhe me shumë bashkëluftetar tjerë. Thet, dhe të kthejet, edhe shkoj unë, e një esha Sadikin, thash Sadik dohet mu këthy se nuk është gjendja mirë poshtë. Tha, unë ju marë, tha, me dek, tha, nuk ka shqiptar, tha, që thash, po, agimi pa thet, adim, masis, tha, na jem një trëb, një njësi jem. Edhe jem shku, thash, s'po tërhiqet, komandant, thash, nuk po tërhiqet, thash, edhe një po të thamë, thash, me vullnetin që e ka, a ideal, thash, po shkoj, po desëm tonë që ati poshtë, se veç ish, e dishëm që forcat veç janë të hy, ata dhe depërtun, mirë, për na deshëm me shku me bloku, mos me lomu me ardhë forcat tjera, për i dzarëzë. Edhe që ashtu ka ndohë, dhe kemi vazhdu 3 kere. Në më thonë, kere por, ka qenë Agosh Gjoci një kamionet, Piktori, Enver Bujupi, Habib Zogaj, Gjermoni, njësis tënë, po Naser Hoxha, këta kanë qenë në kamionet, edhe kanë vazhdu.
fillimisht kam hy unë me agimin, tha ju, ti del në fund. Edhe na dytë bashkë s'bo me shku. Se edhe aja kisha ndjesin që nuk është gjendja e mirë, si ushtarak, e ka parashiku edhe e ka ndjese, se ka pas luftë përvoj edhe në luftën e Kroacisë. Nuk ka qenë për të lufta e Kosovës Në para. diçka që është... Si e re. Po, si e re. Okej, jam dalë, dhe me thonë, a hy pagush i ka gra kamionetës. Vlen me përmend që na ka pru murtoj, predhat murtojës edhe një mitralez lahija, edhe akon kamionet, me shumë fishet, edhe në vere, në sere, edhe Habibi në konë përgëllisë kamionetës, ata 3 piktori, Agushi edhe Agimi kanë qenë mrena në kabinë, edhe kanë vazhdu. A orë Sadiki, e këna shti Sadikin mes, me qëllim që mos me lonë të fundit Sadikin, me dalon i fundit. Qashtu murën vesh, edhe këna fillu të poshtë. Pe joha petrolit, pumba, benzinës, e deri të orat je poshtë, ku e meron prit, na veç ishëm pasin në formë patkojt, dhe tash për gjitha krave, edhe për në aspektin balor, pluma, krejt kalibra, pësë kur këtë bje shi. Po interesant, asë një nuk jena plagu, asë nuk jena vra. A kjerët kanë qenë, nuk ka pas ven, ku nuk jenë këtë shpun. Kur jena doli, kena po. Edhe kena, s'jena në ollë, absolut, pa mërë breshrive, na kena ruktu, kena shku, kena vazhdu, dhe kena shku në pjesën e ku edhe jena taku me tenka. Dhe me thonë, ata këshin pas avancu, këshin pas ty pozicionin e ushtarëve të qykës, edhe ku jena shku, na jena taku në tenka, në autoblinda, në ushtarë pa numër, policë paramilitar. Dikon 10 metra, largësi, distancë. Edhe e kanë gju me prell kamionetën, po nuk e kanë rrok. E kanë rrok dhe më në pjesën e jashtme, edhe forca e ka shtyt kamionetën në një rrugë, unë jam dalë kënej rrugë, Sadiki avro në Kerr. Edhe Kerr e ty në ka rrugtu, edhe masa ne nga e ku morë veshën, krejt mas beteje, që aj shoferi i Opel Omega, s'di shka konë, jo, Opel Ascon, ka pështu, po dhe Kerrin e ka marë, i Bllacës.